Kundërshtari më i serioz i mundshëm i Volodymyr Zelenskit mbetet Valeri Zaluzhny, sipas mediave të huaja. Zaluzhny, i lindur më 8 korrik 1973 në Novograd-Volynski, një qytet me rrënjë të forta ushtarake, ka ndërtuar një karrierë të shënuar nga meritokracia në ushtrinë ukrainase dhe lidershipi vendimtar në fushën e betejës. Ai studioi në Akademinë Kombëtare të Mbrojtjes të Ukrainës dhe në Akademinë Kombëtare të Ostrout, duke marrë një diplomë master në marrëdhënie ndërkombëtare. Zaluzhny shërbeu si shef i forcave të armatosura nga korriku 2021 deri në shkurt 2024 dhe ishte një figurë qendrore në reformën e forcave të armatosura të Ukrainës, duke i përshtatur ato me standardet e NATO-s dhe duke i larguar nga doktrinat ushtarake të epokës sovjetike. Mandati i tij në krye të ushtrisë ukrainase përkoi me përshkallëzimin e pushtimit të rus në vitin 2022 dhe ishte kritik për mbrojtjen e vendit. I njohur për përshtatshmërinë dhe realizimin e tij, ai prezantoi strategji që lejuan autonomi më të madhe për njësitë e vijës së parë, duke lejuar reagime më të shpejta ndaj përparimeve ruse. Lidershipi i Zaluzhnit i dha atij nofkën generali i ekurt në mediat perëndimore, duke nënvizuar qëndrueshmërinë dhe mbretësinë strategjike të Ukrainës. Në mars 2022, Zelenski e promovoi atë në gradën më të lartë ushtarake, atë të generalit. Pavarësisht dallimeve të tij me Zelenskin, Zaluzhny u njoh me titullin Heroi i Ukrainës për kontributin e tij të dhënë në luftën kundër Rusisë. Pasi u largua nga udhëheqja ushtarake në vitin 2024, Zaluzhny u emërua ambasadori i Ukrainës në Mbretërinë e Bashkuar dhe përfaqësuesi i përhershëm i Ukrainës në organizata ndërkombëtare detare. Roli i tij, sipas gazetës britanike The Guardian, e vendos atë në qendër të aleancave jetësore perëndimore të Ukrainës në këtë fazë kritike të luftës në vazhdim. Për Ukrainën, zgjedhja do të jenë ose një hap drejt normalizimit ose një përshpejtues i krizës. Nëse ato kanë sukses, do ta rikthejnë vendin në rrugën e duhur drejt normalitetit institucional. Nëse dështojnë, ato do të përforcojnë narrativën e destabilizimit të brendshëm.